si kryetari kampion. Ai po del që Durrët i ka pos thellë në xhepat e qytetarëve drenosë. Dhe kampion i abuzimit me pronën publike të qytetarëve. Ajo është i atë obliguar me rujt pronën publike. Po flasin dy njerëz të cilët janë persona publik, njerëz që kanë marrë votë për qytetarëve dhe bojnë pazar në vlera diçka e pa dëgjune dhe unë edhe atë ditë edhe sot baz media kom pa që ka fillu diçka, po në uroj që ky rast nuk duhet heshtet përballë prokurisë. Dhe për këto i bajthire që me hetu çdo kush që abuzon me pronën publike. Dhe sot, dhe pas 12 tetorit, kur unë jam kryetari i komunës, ne kemi mi paraqit, sepse prona publike ju përket qytetarëve të Drenosë. Po flitet për pronë publike aty apo për pronë private dhe leje ndërtimi? Ja, po aty flitet veç për pronë publike. Si mund t'ja kryetari lejen ndërtimit? Pa aty flet për pronë publike dhe dhimbshmja është që pronën publike madje thot t'i dha 4.000 metra mbi ndërtim.